Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kitabu Fadail as-Sahabati radhiyallahu anhum. Libri mbi vlerat dhe mirësitë e sahabëve. Min fadali Abu Bekr radhiyallahu ta'ala anhu, prej mirësive dhe vlerave që ka pas Abu Bekri radhiyallahu anhu. Abu Bekr është njeriu shoku sahabiu më i afërt i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka besuar pa debatuar dhe ka pranuar më njëherë Islamin, dhe për cilin ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo njeriu ja kam kthyer hapun përveç Abu Bekrit, nuk kam shkryer dot, radiyallahu ta'ala anhu, i cili pastaj mbas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të ishte dhe khalifi udhëheqësi i muslimanëve. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. أبو بكر tregon, i thashtë të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, ndërkohë që unë isha me të në shpellë, sikur ndonjëri prej tyre ta ulte kokën poshtë këmbëve, do të na shikonte. Pra ishte si tip perdje që nuk shikojte mirë, po poshtë këmbëve dugej. Pra kur vishin qafirat dhe shpella, këta i shifshin vetëm ke gjysma e këmbëve e poshtë, ke gjysma e këmbëve lart nuk shifshin gjë, po edhe ata nuk shifshin gjë. Ishte si perde të i dukshme, që shikimi nuk, këta nga mrena nuk e shifshin, pas ata nga jashtë nuk e shifshin. Ndërkohë që këto e shifshin nga këmbët e poshtë. I thash thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o pejgamberi i Zotit, sikur ndonjëri prej tyre të uli kokën, gabimisht të uli kokën, pa i kokë. Thot do ta shikojë. Ai më tha: si mendon ti, o Abu Bekër, për dy që kanë Allahun të tretin? Allahu, përdesa Zotit më ka inspiru që të vim këtu, ka marrë përsi për Zotit këtë pjesë. Dhe kjo tregon që Abu Bekri ka qenë shumë i afërt me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, merret me shoqëruesi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në procesin e tij më të vështirë të lëvizjes nga Mekka në Medinë, kur rrezikoi jeta e të dyve. Ebu Said al-Khudri radhiyallahu anhu tregon se dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam në minber, ky është minberi, një ditë tha: njërin nga robët e tij Allahu e përzgjodhi ose i dha të drejtën të zgjedhë për të jetuar në këtë botë sa të dojë. Njërit prej robëve të tij Allahu i dha të drejtën të zgjedhë nga kjo botë të jetoj sa të doj, edhe mes asaj që Zoti ka përgatitur për të, ai zgjodhi atë që është e Allahut. Filloi Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu të qante me zë dhe tha: për ty japim jetën, për ty bëjmë kurban gjithçka. U çuditëm ne të tjerët, se vetëm Abu Bekri e kuptoi se çfarë do të thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit thanë: çudi me këtë plakun për Abu Bekrin. Pejgamberi i tregon se çfarë do të ndodhi me dikë për robët e Zotit, e ky qan. Por se thot transmetuesi, ishte i vetmi Abu Bekri që kishte kuptuar fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepse pejgamberi sa ka thënë, kur ju vjen vdekja pejgamberëve, meleku i jep drejtën me jetu apo me u largu nga kjo botë. Abu Bekri e dinte këtë gjë dhe e kuptoi që pejgamberi sa po flet për veten e tij. Pastaj pejgamberi sa tha: nuk ka njeri që të ketë mirësi ndaj meje si puna e Abu Bekrit. Nëse do të merrja dikë të dashur përveç Zotit tim, do të kisha marrë Abu Bekrin. Por
jemi të mjaftuar me dashurinë e Islamit, pra me kuptimin që jena vëllezër të edhe besim. Për këtë arsye nga sot e tutje, asnjë derë nuk do të riqet derdhët në xhami përveç derës e Abu Bekrit. Pra ishin dyrë në xhami, kishin dy dyrë, një derë që pite në xhami personi dhe një derë që i këtë nga krau tjetër. Të gjitha dyrët që janë në xhami duhet mbyllen njerëzve përveç derës e Abu Bekrit radhiyallahu anhu, që tregon vlerën. Pa dy dyrë mbeten në xhami, dera e pejgamberit alayhis salam dhe dera e Abu Bekrit, gjitha dyrët e tjera u mbyllën. Amr ibn al-As radhiyallahu anhu tregon se i dërgoi Allahu sallallahu alaihi wasallam e dërgoi atë në një ekspedit që quhet Dhatus Salasil. Pastaj, mas mbarun thot, erdhë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e pyeta: kush është më i dashuri ndër njerëzit tek ti, këtë më fort? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Aisha. Tha po për burrave. Tha babai i Aishës. I thash pastaj, tha Omer ibn Khattabi. Pastaj emër tjetër thot. Se pyeta më thot se i Zotit ti ku do të ditë emrin e mbylla. Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala tregon, një grua erdhi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: eja prap. Pra e sqaroi, si më thonë shko mbaro këto që thashun, eja prap. I tha e gruaja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: po mirë, nëse vi e s'të gjej më. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: nëse nuk më gjen mua më, shko tako Abu Bekrin, ose shko te Abu Bekri, ose eja tek Abu Bekri radhiyallahu ta'ala. E fundit fare Buhari radhiyallahu anhu tregon, një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e fali namazin e sabahut dhe u kthy me fytyrë nga njerëzit. Dhe tha: ndërkohë që një burr ishte me lop, i hypi njërës prej lopëve dhe i godiste. Dhe lopa foli: lem ukhlaq li hadha, innama khuliqna lil harth. Kau, ose lopa më fjalë, foli dhe tha: nuk kam kriju për këtë punë, nuk kam kriju me më hyp njeriu kështu, siç po më hyp ti, po më kriju për nga tokën. Than njerëzit që në gjuhë këtë fjallë tani, nga pejgamberi alayhis salam: subhanallah, a fol lopa? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: unë e besoj këtë edhe Abu Bekri dhe Omeri. Unë e besoj këtë, edhe Abu Bekri dhe Omeri e beson. Të më thonë të foli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në emër të kujt? Në emër të Abu Bekrit dhe në emër të Omerit. Pastaj tha: dhe ndërkohë që një burr thot, po kulloste vend, e sulmon një ujk dhe ja mori një dele, dhe ky u vu mbrapa. Burri u vu mbrapa ujkut. Derisa ja u lodh ujku, kështu çfarë njeriu. U lodh ujku, e lëshoi delen, e mori ky delen dhe ujku sa u kthy. Tha: mirë sot po e ruan ti, tha. Po kur mos ketë më, tha, bari për delet përveç se leje ujku. Tha njerëzit: çudi e madhe, subhanallah, a flet ujku? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: fa inni uminu bi hadha ana wa Abu Bakr wa Umar. Unë e besoj këtë gjë dhe Abu Bekri dhe Omeri. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hyn garant dhe bën rolin e kujt? Bën rolin e të autorizuarit. Pra nëse njerëzit janë çudit, pra ka mrekulli që ka ndodhur ose ka kjo, nga ky keramet që ka ndodhur, po si do që ta quajsh, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është çudit, po ka folur edhe në emër të kujt? Në emër të Abu
Bekrit dhe Omerit, që ishin tregon që vlera aty në depozita aty ka qenë shumë e madhe, saqë pejgamberi sa merr përsipër me dëshmuar besimin e tyre. Dhe s'ka përmend njëri tjetër përveç këtyre të dyve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.